Shikues nderuar, jemi rikthyer në studio. Kisha dashur me vazhdu me juve, zotëri Shala. Po kalojmë nga një sistem në një sistem tjetër që mundson konfiskimin e pasurisë të fituar që nuk justifikohet. A mundesh me na shpjegua se çysh është rregullu barra e provës për sa i përket kësaj çështje? Tash si sistem i konfiskimit që ndjek pasurinë dhe jo personin, është baza e saj është se kuptohet se barra e provës i bie polës në procedurë, përkatësisht ata që i prek ligji. Por këtu ka tash një problematik. Problematika është se sipas projekt ligjit, byroja obligohet që në gjykat ta dërgojë dosjen, emrin mbi emrin, listimin e pasurisë, provat që ka shërtuar etj, mirë po nuk ngarkohet me obligimin që ta arri deri në një mos të caktuar ta bind gjykatën se këto kemi çështje për të gjykuar më tutje. Për shembull, në procedurë penale ka një fazë të konfirmimit të akt akuzës, që me ditë ai plotson, a ka deri një dyshim të caktuar, a ja vlen kjo akt akuzë me hyrë në gjykim apo jo. Në rastin konkret, sipas projekt ligjit në fjalë, kjo çështje nuk rregullohet në mënyrë adekuate për shkak se gjykata mundet me hudh poshtë propozimin apo kërkesën e byros vetëm nëse ajo nuk i përmbon disa elemente formale, dhe që automatikisht do të thotë nëse i përmbon këto elemente dhe këto dokumente formale, automatikisht barra e provës kalon tek pola tjetër, dhe që kjo është shmangje nga obligimi i vetë byros që duhet ta ketë që ta ndërtoj një nivel të caktuar të dyshimit dhe që ta bind gjykatën se në rastin konkret kemi çfarë të gjykojmë në kuptim të pasurisë së pajustifikueshme, dhe vetëm pasi ta dëshmon deri në këtë nivel byroja pranë gjykatës, më pastaj barra e provës duhet i kaloj polës në procedurë. Dhe jo që automatikisht vetëm byroja, vetëm ta përmend emrin mbi emrin, cilat janë pasuritë tua, cilat prova i kemi shërtuar etj, dhe eja tash te merru me këtë çështje dhe justifikoje pasurinë. Jo. Pra pa e pas një dyshim të bazuar që argumentohet mirë që duhet filtrohet nga ana e byros, vetëm listimi këtyre pasurive dhe dërgimi i tyre në gjykatë, apo i bjen kjo që është një farë mjeti persekutues kështu politikës që mundet nuk është përdor, sepse edhe nëse gjykata e rrëzon në stad të parë. Jo, sepse kërkohet me pas një filtrim të këtyre propozimeve, të këtyre kërkesave. Po edhe nëse gjykata në stad të parë, në shqyrtim fillestar, e rrëzon një rast të tillë, a i bjen kjo që palët që përfshihen persekutohen, sepse pa bazë të arsyeshme, pa një dyshim të arsyetuar mirë, po dërgohet lënda në gjykatë? Definitivisht se po, jo vetëm se po dërgohet lënda në gjykatë, sipas këtij projekt ligji, por edhe se ti po obligohesh që pa kurrë dyshimi me justifiku tër pasurinë tënde. Do të thotë këtu është problemi, sepse konceptualisht polës në procedurë sipas këtij sistemi i takon barra me justifiku pasurinë, por vetëm pasi të ngritet në nivel të dyshimit, sipas projekt ligjit aktual të cilin ne e kemi, byroja vetëm ta dërgon në gjykatë. Nëse dosja është formalisht e kompletuar, merr dhe dëshmoja e gjykatës. Byroja pa bu kurrë. Do thotë byroja thjesht e kompleton dosjen në kuptimin formal, është ky dokument, është ai dokument, është ai dokument. Do të thonë praktikisht pibjen, shohim diçka. Është kundërta për shembull tek prokuroria. Prokuroria në shurtim dytë duhet ta konfirmojë se kemi dyshim të bazuar mirë. Se provat janë të pranueshme, se janë gjitha këto tjerat për me mujt me hyrë në gjykim. Veç me thjeshtësu për qytetarin. Do të thonë shohim një dyshim që ka një pasuri që është fituar në mënyrë të kundërligjshme nga një zyrtar që ka punuar në institucione gjithmonë, që ka punuar në institucione publike ose punon. Po. Dhe ja shet atje 3 xhipat që po sillen nëpër qytet, merr informacione që i ka një 2-3 prona, i liston ato, e bën një hetim si dhe i thu zyrtarit si byro, arsyetoj xhipat, arsyetoj shtëpiat. Po, tash kriteret formale i plotson, e dërgon lëndën në gjykatë edhe barra e provës tash kalon te automatikisht. Hajde tash arsyetoj xhipat, arsyetoj shtëpinë, arsyetoj këtë këto. Ndërsa do duhet të kishte që byroja me bind gjykatën, jo përfundimisht, sepse tash për shembull, nëse e morëm krahasimisht me procedurën penale, akt akuza konfirmohet apo hyn gjykim. Nuk jo domosdoshmërisht ai ka më shpoll fajtor. Mund të jetë akt gjykim lirues, mund të jetë akt gjykim dënues.
mund të ketë atë gjykim refuzues. Por ideja është që duhet me u filtru akt akuzat që me ditë a kemi çështje çfarë të gjykojmë apo jo. A ja vlen me hyrë këtë gjykim apo jo. E çfarë filtri është dashur me pas? Do duhet me pas një filtr që në një nivel të caktuar të dyshimit, byroja ta bindë gjykatën se në rastin konkret kemi dyshim të mjaftueshëm varësisht termit që përdoret për pasuri të pajustifikuar. Dhe vetëm kur ndërtohet kjo çështje dhe kur byroja e bind gjykatën se në këtë dosje ka çështje për të gjykuar, më pastaj bora e provës t'i kaloj personi tjetër. Dhe jo pa kur far filtri, personi të ngarkohet në mënyrë jo proporcionale, që vetëm t'ja dërgon rastin në gjykat, arsyetoj ti tash gjithë këtë pasuri. Dhe kjo është definitivisht shkelje e drejtave të njeriut dhe që definitivisht kjo çështje duhet me u adresu. Dhe këtë çështje e kemi thonë që nga projekt ligji i parë që duhet me adresu në këtë mënyrë, për shkak që mos përcjellin drejtat e njeriut. Më rëndësishme që rrezikon shkeljen e drejtave të njeriut. Zotri Gruda, nështë është edhe aktuale tash kjo koha kur gjithçka po kqyr ky kuvend me këtë mazhorancë që kaloi shumë borde si në KPM, si në RTK, si në gjykatë kushtetuese që sot dështoi gjithçka dhe po ashtu kemi po tendencat të hapura që për brenda Këshillit Gjyqësor të Kosovës janë duke u zvarritur tani edhe mbledhjet për ta zgjedhur kryesuesin sepse po presin që të jenë anëtarë të zgjedhur nga kuvendi ata që mund ta bëjnë shumicën dhe mund ta kenë njeriun e tyre. Është edhe kjo një tendencë për ta kapur edhe Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe në kontekst të kësaj që po e diskutojmë sonte, a është sot rrezik që të kemi gjyqësor të kapur, që të kemi gjyqtarë që do ta zbatojnë edhe politikisht këtë ligj që nesër mund të jetë në dorë të politikës? Po, agenda është kjo, përveç ligjet që i tham, ju keni KPM-n, bordin e RTK-s, i keni çdo tendencë për Këshillin Gjyqësor me diktu kush kanë, kush zgjidhet, është me i kap institucionet me rol, me procedurat për shpejtume, si s'po bie në kuvend, që nëse shkojmë zgjedhje këto institucione me kanë dorë dhe sigurisht ajo që thatë ju nëse byroja themelohet kështu në mënyrë jo kushtetuese që po synohet që me qenë se rastin do të vendosë gjykata që dhe gjyqtarët atje të jenë në linjë me këto që pretendon partia në pushtet. Kështu që është një program i qartë për mi kap të gjitha institucionet. Mendoj që ne si shoqëri duhet të rezistojmë ndaj kësaj, edhe ne si PDK po e bëjmë punën tonë. Unë ju thash edhe një herë, ma herët në emision, edhe po e thëmë prap, nuk ka qenë një vendim i lehtë joni sa të përkra këtë ligj në kuptim politik, se ne jemi parti politike, megjithatë neve na intereson perceptimi i publikut. Partit punojmë për me rregullu perceptimin e publikut, por janë disa vendime të cilat mendoj që në fund do të merren mbi parametra të tjerë. Jo vetëm të perceptimit mirë ose të keq për publikut, po si i shërben kësaj shoqërie, cili është standardi që ndërtojmë. Edhe mendoj që në këtë pikë ne nuk do të heqim dorë, ne do të vazhdojmë të denoncojmë gjitha këto në kuptimin e debatit parlamentar, studio televizive si të juaj çdo kund tjetër, po do të vazhdojmë ta kundërshtojmë këtë ligj deri në fund nëse nuk implementohen vërejtjet e gjykatës shtetësore. Zoti Zekaj, deri tash çka ka dëshmuar sistemi i drejtësisë për sa i përket luftës kundër korrupsionit në përgjithësi dhe specifikisht konfiskimit pasurisë që është fituar prej aktiviteteve